Por t'i bërë më të gëzueshme këtë ditë të fundit të vitit 2025, Karitasi Dioqezan në Shkodër ka dhuruar një mipako ushqimore dhe lojra bamirësie për familjet dhe shtresat në nevojë. Gjithashtu janë dhuruar elektroshtëpiake të ndryshme që kanë shkuar për këto familje. Domar Dianara, drejtori i Karitasit, vuri në dukje rolin rëndësishëm që kjo strukturë ka në jetën e kishës dhe në shoqërinë tonë, duke theksuar se angazhimi i vazhdueshëm në ndihmë të familjeve dhe shtresave në nevojë vijon tashmë prej vitesh. Këtë vit është prezentuar me një mënyrë tjetër në raport me nevojat e njerëzve. Gjatë viti na kena organizuar shpërndamin e rreth 1000 paketave, për rreth 25 kg për paket në ndihmë të nevojtarëve. E gjithashtu kena organizuar edhe lotorinë e bamirësisë, e cila konsiston që gjithsecili person që ka marrë paketën e ndihmës, aty kanë marrë edhe 3 bileta lotarie, me anë të cilave 100 prej tyre janë përfituesit e 100 produkteve të ndryshme elektroshtëpiake, të cilët i kanë fituar nëpërmjet kësaj. E kjo ka një mënyrë për me u gjetë në këtë rast, në këtë kohë festash, Krishtlindjesh edhe vitit të ri me u gjetë personave në nevojë. Aktiviteti në fjalë shënon edhe mbylljen e vitit jubilar të shpresës që Kisha Katolike kremtoi gjatë 2025-s.